Selamu alaikum hoj, a lejohet me I pasu 4 medhebet Allahu të rujt. Aleikum selam. Nësë Allah që të më ruj mu, ty edhe të gjithë ata që po e përcjellin këtë video. Amin. Shiko, është mirë me ba disa ndërhyrje të këpytja jote, sepse nuk mund të themi as po, as jo. Neve du të pranojmë se pasimi në Islam bëhet vetëm I argumentit. Argumentet në Islam janë Kurani dhe Suneti. Kurani dhe Suneti. Prandaj ne themi nëse nga ky aspekt a lejohet me I pasu, themi ne pasim Kuranin dhe Sunetin. Por nëse do ta rregullonim edhe pak pyetjen tonë, edhe ta bënim më të qartë, mos më keq kuptu, themi kush ka të drejtë me na e sqaru Kuranin dhe Sunetin, me na e thjeshtësu Kuranin dhe Sunetin, me na bë më të lehtë për me përtyp në hazër, themi ulemaja. Ulemat gjatë shekujve kanë sqaru fenë, kanë detalizu çdo argument nga Kurani dhe Suneti. Në aspektet e fikhut ose jurisprudencës islame, shumë ulema e kanë sqaru këto mesele, pra ajetet edhe hadithet. Prej atyne që mas shumë të janë përhap mendimet e tyne janë Ebu Hanife, Maliku, Shafiu dhe Ahmed ibn Hanbali, Allahu I mëshiroft të gjithë ulemat e Islamit. Edhe kështu, mësimet e tyne janë përhap, sa që kretë botën islame ose shumicën e botës islame janë përhap këta medhebe ose këto shkolla, këto dije. Çfarë themi neve? Themi, në Ahlus Sunnet wal Jamaa të musliman që ndjekin Kuranin dhe Sunetin edhe që janë pa përçamje, I kanë apo I njohin zyrtare këto 4 medhebe në çështjet e jurisprudencës islame. Pra Kurani dhe Sunetin e shpjegojnë në bazë ose të medhebit Hanefi, të sqarimeve të Ebu Hanifës, ose të Malikut, ose të Shafiut, ose të Ahmed ibn Hanbalit. Pra janë të lejuara, të pranuara dhe duhet me pasu Allahun ose me adhuru Allahun azza xal në bazë të sqarimeve të tyre dietarëve. A ka raste kur mundesh me dalë? Na themi nuk është ndaluar, nuk është obligim me jetu në mënyrë robotike, por është mirë që muslimani me qenë I kujdesshëm mos me shpik nga vetja ti ai, më mbështet të dietarët e Islamit, mos me bë përçamje. Dera e ijtihadit, e zbulimeve nuk është mbyll, por edhe jo kujt I teket apo me atë mendjen e vet të laftë, të killaftë me thon tash unë e kam zbuluar e gjuaj Ebu Hanifën, e gjuaj Malikun, e gjuaj ato. Jo. Jo, ulemat kanë në përshekuj kanë djerës edhe trun kanë shkrinj për me mri deri te sqarimi I fesë. Andaj na themi duhet t'i kemi në konsiderat